Si do duk Amerika një kur në ato opinionet e para? Impakti parë kur erdha, ke parasysh kështu ëndra amerikane, Amerika, qendra botës se ku diun vi këtu përveçse Covid njerë dhe çdo gjë ishte e mbyllur. Vi këtu dhe shikoj gjëra parë bëri përshtypje garbage everywhere. Domethënë pi se këtë dhe unë kështu kjo është Amerika. Kemi ardhur. Pastaj shikonim apartamente, ato apartamentet e vogla, bedroom të vogla, banjot e vogla, domethënë vija nga një shtëpi e madhe, më duke kështu si crazy në fillim. Pastaj edhe jeta më duk shumë e vështirë dhe të adaptohesha nuk më duk fare vështirë, që më thonin kështu, shiko se kur të vish atje ti do vuash, shiko se është e vështirë për shtatet me ushqimin, do të marri malli për kafet e Shqipërisë, do të marri fare, nuk e pata absolutisht fare problem këtë pjesën e përshtatjes apo ku diun. Domethënë nuk është se ndjeva ndonjë gjë te kjo. E vetmja gjë që mua vazhdon që ta kem është vetëm malli që nuk e kam të vështirë të shkëputem nga jeta që kam atje. Okej, dakor, po nga ana jetesës po flasim, domethënë ato kafet, ushqimi, nuk pata, nuk është se ndjeva ndonjë diferencë. Para neve të dy kemi shumë miq këtu në Amerikë. Okay. Olsi ka më shumë edhe për shkak të profesionit që ka pasur, edhe pastaj kështu fillon, ti takon disa miq, pastaj miq takon disa të tjerë. Unë sa filloj të hapi nga Covidi, takova disa mikesha, pastaj nga këto mikesha të bën të tjera dhe u përshtata shumë kollaj me këtë jetën këtu.